është koha më e rrezikshme që nga fundi i luftës së dytë botërore. Kështu shpreh sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, në një intervistë në Brukseli për gazetën gjermane Bild, i cili sa se po përgatit aleatët në rast të një sulmi rus. Kështu që nuk duhet të jemi naiv. Lidhjen globale midis Kinës dhe Rusisë, Kina po shikon Taiwanin dhe jam i bindur se nëse Kina ndërmerr veprimet ushtarake atje, do të ushtrojë presion mbi partnerët e saj, Rusin, që të na mbajtë zënë këtu në Evropë. Kjo është arsye pse duhet të jemi të përgatitur, duhet të shpenzojmë para, të forcojmë mbrojtjen tonë dhe të rekrutojmë burra dhe gratë më të mira në uniform që mund të gjejmë. Shefi i NATO-s bëri me dije se po punohet në 3 element kryesor: forcimin e ushtrisë ukrainase, koalicionin e të vullnetshmëve i udhëhequr nga Franca dhe Britania e Madhe, që do të ofrojë gjithçka të nevojshme për Kievin dhe kontributin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas Rutte, këto 3 element do ta bëjnë Putinin ta kuptojë qartë se nuk do ta prek më kurrë Ukrainën. Me kjo do të sigurojmë që Ukraina të mbetet sa më e fortë, sepse nëse Rusia do të kthonte kontrollin e të gjithë Ukrainës, kjo do të kishte pasoja masive për NATO-n. Rutte vlerësoi dhe rolin e presidentit amerikan Donald Trump, teksa ca se është i angazhuar për të sjellë fundin në konfliktit dhe mund të jetë lideri i vetëm që mund ta detyrojë Putinin të pranojë paqen.